Iranit dhe Shteteve të Bashkuara i është dorëzuar një plan për fundin e konfliktit dhe për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, e pohuar kjo nga agjencia e njohur e lajmeve Reuters, e cila citon burime të besueshme që kanë njohurim mbi draftin. Sipas burimeve në fjalë, marrëveshja kornizë është hartuar nga Pakistani. Palës iraniane dhe asaj amerikane, dokumenti është dorëzuar gjatë natës. Plani parashikon një qasje me 2 faza, duke nisur nga një armë pushimi menjëhershëm, i cili do të ndiqet më tej prej një marrëveshje globale. E ashtu quajtura Ujdia e Islamabadit parashikon rihapjen e ngushticës së Hormuzit brenda 15 deri në 20 ditësh, ndërsa bisedimet përfundimtare do të duhet të zhvillohen fizikisht në kryeqytetin pakistanez. Irani ende nuk ka reaguar mbi propozimin që thuhet se përpos Pakistanit mbështetet edhe nga Kina. Përpjekja e fundit diplomatike vjen në një kohë kur armiqësitë po përshkallëzohen, duke ngjallur shqetësime lidhur me transportin në ngushticën e Hormuzit, një arterje kritike kjo për furnizimin global me naftë. Presidenti amerikan Donald Trump së fundi ka bërë presion publik për një përfundim të shpejtë të luftës, duke paralajmëruar pasoja nëse nuk arrihet pushim zjarri brenda një periudhe shumë të shkurtër kohe. Konflikti ka rritur pasigurinë në tregjet e energjisë, me investitorët që ndjekin me vëmendje çdo zhvillim i cili mund të ndikojë në kalimin e naftës përmes Hormuzit. Zyrtarët iranianë kanë thënë më parë Reutersit se Teherani po e kërkon një armëpushim të përhershëm me garanci që nuk do sulmohet më nga SBA-ja dhe Izraeli. Ata pohuan gjithashtu se Teherani ka marrë mesazhe nga ndërmjetës të ndryshëm, përfshirë Pakistanin, Turqinë dhe Egjiptin.